në rrjetë të vetë historisë ka individ të cilët kanë meritat e tyre, nesë mund të gjykojmë atë që është pa merita, e ka meritat e tij në periudhën e luftës, por edhe në periudhën e pas luftës, në opozitarizëm kur ai ishte, por edhe në periudhën kur udhëheqte me qeverinë dhe në funksione të tjera që kishte. Nëse nalmit e lideri, unë shoh që zërgjindet një lider më i kompletuar se sa Albin Kurti, jo pse ai tani është në pushtet, jo pse ai tani ka fituar zgjedhjet e fundit, por asnjë nga të tjerët nuk arrit që të fitojmë me mbi 50%. Kësaj here po shohim që shumica votat bën lider, so nuk e mendoj ashtu. Nuk është detyrimisht që votat bën lider, por të bën ona karizmatike që individi mund ta ketë, e nuk ka më karizmatik se Albin në atë çfarë thot dhe në atë se si vepron. Nëse flasim raport me gazetarët, është personaliteti, më fal që po të them, më ofendues ka shi gazetarëve. Asnjëherë, liderët të tjerë kanë ditë me ushmang kur s'kan dashur me jap intervista. Unë mendoj që edhe gazetarët nga njerë po e te i kalojnë vetë autoritetin e tyre, edhe po i shpodhin lufta saj. Vjen shumë keq. Çka i te i kalojnë ana kompetenca tona ka shik pozitave si kryeministri ose presidentja? Nuk është në rregull që një medium i caktuar në çarçe të brendshme me sulmu një... Qysh me sulmu? Çfarë aspekte? Fizik? Psikologjik? Nëse kthehemi prapa para zgjedhjeve të nënshkurtit, ne kemi pa që një X medium në 2 javët e fundit çdo natë ka kriju lajme të cilat qëllim kanë pas dezinformimin dhe orientimin e publikut në një krah tjetër me